Imagjino këtë skenar. Je duke ngrënë drekën, ndihesh i rënd, i përgjumur dhe pa energji. Mendja nuk funksionon si duhet. Zemra rrah pak më shpejt. E di atë ndjesi kur trupi yt të thot diçka nuk shkon, por ti nuk di saktësisht çfarë? Mijëra njerëz e kalojnë çdo ditë me atë ndjesi, dhe shumica e tyre nuk e dinë se mund të kenë sheqer të lartë në gjak. Jo sepse janë të sëmurë rënd, jo sepse kanë bërë ndonjë gabim të madh, por sepse askush nuk ua ka shpjeguar thjesht, qartë dhe në gjuhë njerëzore se çfarë po ndodh brenda trupit të tyre dhe çfarë mund të bëjnë për ta ndryshuar. Kjo video është pikërisht ajo shpjegim. Nuk do të flas me terma mjekësor të komplikuar. Nuk do të tregoj të bësh dieta të çmendura apo të blerësh produkte të shtrenjta. Do të flasim bashk, thjesht dhe me fakte, për mënyrat natyrale, të provuara dhe të zbatueshme, për të ulur sheqerin në gjak pa ilaçe. Nëse ti apo dikush që do, keni pasur ndonjëherë sheqer pak më të lartë se normalja, ose thjesht doni të mbani shëndetin tuaj në kontroll para se gjërat të komplikohen, kjo video është bërë për ju. Qëndro deri në fund, sepse pjesa e fundit ka diçka që shumë njerëz e anashkalojnë plotësisht dhe mund të jetë ndryshimi më i madh që do të bësh për shëndetin tënd. Dhe arsyeja pse kjo është kaq serioze nuk është vetëm numri në testin e gjakut. Sheqeri i lartë kronik dëmton enët e gjakut, nervat, veshkat, syt dhe zemrën. Ngadalë, në heshtje, shpesh pas simptoma të dukshme për vite me radhë. Por ja ku qëndron e mira e lajmit, dhe kjo është arsyeja pse je këtu. Trupat tanë janë jashtëzakonisht të adaptueshëm, me ndryshimet e duhura dhe shumë prej tyre janë plotësisht natyrale, mund të sjellësh sheqerin tënd të gjakut në nivele të shëndetshme, të mbash atë stabil dhe të ndihesh vërtet më mirë çdo ditë. Faktorët që ngrenë sheqerin në gjak. Tani le të flasim për armikut e vërtet, sepse sheqeri i lartë nuk vjen thjesht nga ëmbëlsirat. Shumë njerëz bëjnë gabimin e madh të mendimit, unë nuk ha shumë sheqer, ndaj nuk kam problem. Por realiteti është shumë më kompleks. Ushqimi i përpunuar dhe karbohidratet e rafinuara janë faktorët kryesor. Buka e bardhë, orizi i bardhë, makarona të zakonshme, biskota, pica, drithra të mëngjesit me shumë sheqer. Të gjitha këto triten shumë shpejt dhe dërgojnë valë të mëdha glukoze direkt në gjak. Rezultati është një rritje e menjëhershme e sheqerit, e ndjekur nga rënje e shpejt, e cila të bën të ndihesh i ose e lodhur dhe u rritur sërish vetëm pas 2 orësh. Mungesa e lëvizjes është faktor tjetër i neglizhuar. Muskujt janë konsumator të mëdhenj të glukozës. Kur lëvizim, muskujt thithin glukozën drejt për drejt nga gjaku, madje pa pasur nevojë për insulin. Kur jemi ulur gjithë ditën, ky mekanizëm nuk aktivizohet siç duhet. Stresi kronik është faktor që pak njerëz e marrin seriozisht. Kur jemi nën stres, trupi lëshon hormonin kortizol. Ky hormon, i dizenjuar për të na ndihmuar në situata urgjente, e detyron mëlçin të lëshojë glukozë shtesë në gjak. Imagjino, madje pa ngrënë asgjë, sheqeri yt i gjakut mund të rritet vetëm nga stresi i punës, i marrëdhënieve apo i problemeve të përditshme. Gjumi i pamjaftueshëm ndikon drejt për drejt në nivelet e insulinës dhe të glukozës. Kur fle pak, trupi bëhet më i rezistent ndaj insulinës, lëshon më shumë kortizol dhe kërkon ushqime të ëmbla dhe karbohidrate të shpejta si burime energjie alternative. Është një rreth vicioz. Pesha trupore e tepërt, sidomos grumbullimi i yndyrës në zonën e barkut, është ngushtë e lidhur me rezistencën ndaj insulinës. Qelizat e yndyrës viserale, ato që rrethojnë organet, prodhojnë substanca inflamatore që ndërhyjnë me mënyrën se si insulina funksionon. Vaktet e çrregullta dhe anashkalimi i mëngjesit janë gjithashtu faktor destabilizues. Kur anashkalon mëngjesin dhe pastaj ha sasi të mëdha ushqimi në drek apo darkë, jep trupit tënd një goditje masive glukoze menjëherë. Dehidratimi. Edhe ky, kur nuk pi mjaftueshëm ujë, gjaku bëhet më i koncentruar dhe veshkat gjithashtu nuk arrin të filtrojnë glukozën e tepërt siç duhet. Pra, si e shikon, sheqeri i lartë nuk ka vetëm një shkak, është kombinim faktorësh dhe lajmi i mirë është se pothuajse të gjithë këta faktorë janë nën kontrollin tënd. Ushqimi që ndryshon gjithçka.
Ushqimi është armë më e fuqishme që kemi kundër sheqerit të lartë. Jo dietat drastike, jo uria, por zgjedhjet e duhura bërë me vazhdimsi. Le të fillojmë me ato që ndihmojnë. Fibra, miku yt i padukshëm. Fibra është ndoshta komponenti ushqimor me ndikim më të madh në kontrollin e sheqerit. Ka dy lloje kryesore, fibra e tretshme dhe ajo e patretshme. Fibra e tretshme formon një lloj xheli brenda stomakut, i cili ngadalson tretjen dhe parandalon rritjen e shpejtë të sheqerit pas vaktit. Fibra e patretshme kalon pa u tretur dhe ndihmon trupin të mbajë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Proteina në mëngjes fundos rritjet e sheqerit gjatë gjithë ditës. Studimet tregojnë vazhdimisht se fillimi i ditës me proteina, jo karbohidrate, stabilizon sheqerin e gjakut për orë të tëra. Vezët, kosi grek, djathi i bardh, arrat, këto janë mëngjes i mirë jo vetëm për foton në Instagram, por edhe për pankreasin tënd. Kur fillon ditën me drithra të ëmbla apo bukë të bardhë dhe reçel, ke dhënë sinjal trurit që t'i kërkojë ushqim sërish brenda 2 orësh. Proteina, nga ana tjetër, të mban të ngopur dhe të balancuar shumë më gjatë. Ushqimet me indeks glicemik të ulët. Indeksi glicemik mat sa shpejt një ushqim rrit sheqerin e gjakut. Ushqimet me indeks të ulët e ngren sheqerin ngadalë, gradualisht, pa atë rritje dramatike. Këtu bëjnë pjesë tërshora e plot, elbi, bishtajore, perime jeshile, kosi pa sheqer dhe frytet si molla, dardha dhe manaferat. Manaferat janë veçanërisht interesante. Luleshtrydhet, boronicat, mjedhricat, të gjitha janë të pasura me antioksidant dhe fibra dhe ndikojnë minimalisht në sheqerin e gjakut krahasuar me frutat e tjerë. Arrat dhe farat, snaku i përsosur. Arrat, badame, arra greke, fistik, lajthi, janë kombinim ideali i yndyrnave të shëndetshme, proteinave dhe fibrave. Ky kombinim ngadalson tretjen dhe parandalon rritjet e sheqerit. Fara liri dhe fara chia janë gjithashtu të fuqishme, me yndyrna omega-3 dhe fiber shumë të lartë. Uthulla e mollës, thjesht por efektive. Uthulla e mollës ka marrë vëmendje të madhe dhe me arsye të mirë. Acidi acetik, komponenti kryesor i saj, ngadalson zbërthimin e karbohidrateve dhe thithjen e sheqerit në gjak. 2 lugë çaj uthull molle të holluar në ujë para vaktit kryesor mund të ndihmojnë në uljen e rritjes së sheqerit pas ngrënies. Vetëm kujdes, holloje gjithmonë në ujë, mos e pi kurrë të pastër, sepse mund të dëmtojë dhëmbët dhe ezofagun. Kanella, erëza që punon. Kanella nuk është vetëm për kafen e mëngjesit. Ky erës ka veti të provuara për të rritur ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe për të ndihmuar qelizat të thithin glukozën më efektivisht. 1 çerek deri gjysmë lugë çaj kanellë çdo ditë, mbi kos, mbi tërshëra, në çaj, është një shtesë e vogël me ndikim real. Çaji i gjelbër, pije me fuqi. Çaji i gjelbër përmban antioksidant të fuqishëm, veçanërisht EGCG, të cilët ndihmojnë në optimizimin e veprimit të insulinës dhe reduktimin e inflamacionit. 2 deri 3 filxhan çaj jeshil pa sheqer çdo ditë janë ndërzakonet me kostot zero dhe benefite të larta. Perimet jo niseshtore, mbushe pjatën. Brokoli, spinaqi, lakra, kastraveci, domate, speci, fasule jeshile, asparagusi, të gjitha këto perime janë të ulta në karbohidrate dhe të pasura në fibra, vitamina dhe minerale. Rekomandimi është të mbushësh gjysmën e pjatës me perime të tilla në çdo vakt. Brokoli meriton vëmendje të veçantë. Përmban sulforafan, një komponim që ka treguar aftësi të jashtëzakonshme në uljen e rezistencës ndaj insulinës. Ushqimet që duhen kufizuar. Tani për ato që duhen shmangur, ose të paktën kufizuar shumë. Buka e bardhë, orizi i bardhë dhe makaronat e rafinuara ngren sheqerin shumë shpejt. Pijet e ëmbla, kola, lëngu i frutave nga kutia, pijet energjike, janë bombe glukoze të fshehura. Edhe lëngjet natyrale pa fiber janë problematike. Ëmbëlsirat, tortët, biskota dhe çokolata me sheqer janë të qarta. Drithrat e mëngjesit me sheqer, shumë njerëz mendojnë se hanë shëndetshëm, por sheqeri fshehur në to
është i jashtëzakonshëm. Ushqimet e shpejta, hamburgera, patate të skuqura, pica industriale, kombinojnë karbohidrate të rafinuara me yndyra të keqhuara dhe krip shumë. Alkooli, sidomos bira dhe pijet e ëmbla, ndërhyn drejt për drejt me metabolizmin e glukozës. Shpesh njerëzit pyesin, a duhet të heq krejtësisht karbohidratet? Jo, absolutisht jo. Karbohidratet janë burimi rëndësishëm energjie. Çelësi qëndron në cilësinë e tyre, jo sasinë. Prefero karbohidratet komplekse, me fiber, me indeks glicemik të ulët. Lëvizja, ilaçi më i lirë në botë. Nëse do të thosha se ekziston diçka që ul sheqerin e gjakut pothuajse menjëherë, nuk kushton as 100 darkë, nuk ka efekte anësore dhe bën mirë edhe për zemrën, mendjen dhe gjumin, do ta provoje? Kjo gjë quhet lëvizje fizike. Muskujt e trupit janë konsumatorët kryesor të glukozës. Kur kontraktohen, kur ecën, vrapon, noti, ngrepesh, bën kopshti, dal në shkallë në vend të ashensorit, qelizat muskulore thithin glukozën direkt nga gjaku, shpesh pa pasur nevojë as për insulin. Ky mekanizëm është i fuqishëm dhe i drejt për drejt. Ecja pas vaktit, zakoni me ndikim më të madh. Një nga zakonet me ndikim më konkret dhe të provuar është ecja e lehtë pas vaktit kryesor. Vetëm 10 deri 15 minuta ecje pas dreke apo darke mund të ulë ndjeshëm rritjen e sheqerit pas vaktit. Nuk ka nevojë të jetë ecje intensive, jo vrapim, jo palestër, vetëm një shëtitje e qetë rrotull shtëpisë apo lagjes. Ky është zakoni i vetëm i cili nëse e bën çdo ditë, do të ndikojë dukshëm në testin tënd të sheqerit të gjakut brenda javësh. Stërvitja me rezistencë, ndërtimi muskujsh si investim afatgjatë. Muskujt nuk janë vetëm estetik. Sa më shumë mas muskulore ke, aq më shumë glukozë trupi yt konsumoj si karburant natyral, madje edhe kur je ulur ose duke fetur. Ushtrimet me pes, madje edhe me peshën e trupit tënd si squats, push-ups dhe lunges, rrisin masën muskulore dhe me kalimin e kohës rrisin ndjeshmërinë ndaj insulinës. 2 deri 3 herë në javë janë të mjaftueshme për të nisur të shihesh rezultate. Aktiviteti kardiovaskular i moderuar. Ciklizmi, noti, kërcimi, aerobiku, futbolli, basketbolli, çdo aktivitet që rrit rrahjet e zemrës në mënyrë moderate për 30 deri në 45 minuta, të paktën 5 ditë në javë, është i shkëlqyer për kontrollin e sheqerit të gjakut, por ndërtoje ngadalë. Nëse je ulur shumë muaj dhe fillon papritur me stërvitje intensive, mund të frymëzohesh, por mund edhe të lëndohesh. Fillo me ecje, pastaj shtoko zjatjem, pastaj intensitetin. Konsistenca fiton gjithmonë kundër intensitetit të shkurtër. Mos u ul shumë gjatë pa u lëvizur. Hulumtimet tregojnë se edhe nëse stërvitesh çdo ditë, nëse pastaj rri ulur 6 apo 8 orë pa u ngritur, efektet negative meten. Çohu çdo orë gjysmë, ec pak, ngrihu, shtrije muskujt. Ky shprehi e vogël ka ndikim të madh në metabolizmin gjatë gjithë ditës. Gjumi, stresi dhe shëndeti mendor, lidhja e fshehur. Kjo është pjesa që shumë video e anashkalojnë dhe unë e quaj gabim të madh. Mund të hash sakt dhe të stërvitesh çdo ditë, por nëse je gjithmonë nën stres dhe nuk fle mjaftueshëm, sheqeri i gjakut do të mbetet problematik. Dhe arsyeja është biologjike, jo mendore. Gjumi, rregullo orët, rregullo sheqerin. Gjatë gjumit, trupi i nënshtrohet proceseve të restaurimit, duke përfshirë rregullimin hormonal. Kur fle pak ose keq, nivelet e kortizolit rriten, ndjeshmëria ndaj insulinës ulet dhe trupi kërkon ushqime me sheqer dhe karbohidrate të shpejta si kompensim për mungesën e energjisë. Është si të provosh të drejtosh një makinë me kush e di pneumatik. Mund të ecësh, por çdo gjë është më e vështirë dhe me konsum shumë më të madh. 7 deri në 9 orë gjumë cilësor çdo natë janë jo luks, por nevojë biologjike për kontrollin e sheqerit të gjakut. Disa këshilla praktike. Shko në shtrat dhe zgjohesh çdo ditë në të njëjtën orë, edhe fundjavat. Shmang ekranet, televizor, telefon, tablet, të paktën 1 orë para gjumit. Dhoma e gjumit duhet jetë e errët, e freskët dhe e qetë.
Shmang kafeinën pas orës 3 të pasdites. Mos ha vakte të rënda 2 orë para gjumit. Stresi, armiku i heshtur. Stresi kronik nuk është vetëm gjë mendore, ka efekte shumë fizike dhe të matshme. Kortizoli dhe adrenalina, hormonet e stresit, urdhërojnë mëlçin të lëshoj glukozë shtesë në gjak si burim energjie urgjente. Ky mekanizëm kishte kuptim për stërgjyshërit tanë, të cilët kishin nevojë për energji të shpejtë kur ndeshin në rrezik fizik. Por trupi yt modern nuk dallon ndërmjet "më frikson luani" dhe "kam deadline të punës nesër". Reagimi biologjik është i njëjtë. Pra, si e menaxhojmë stresin në mënyrë praktike? Frymëmarrja e dhellë dhe meditimi janë mjetet më të aksesibël dhe me efekt të shpejtë. Edhe 5 minuta frymëmarrje të qëllimshme, thith ngadalë, mba, nxjerr ngadalë, aktivizon sistemin nervor parasimpatik dhe ul kortizolin. Çdo ditë, pa pajisje, pa pagesë. Koha në natyrë, ecje në park, kopshtëria, çdo kontakt me hapësirat e gjelbra zvoglon ndjeshëm stresin dhe ka ndikim të drejtpërdrejtë te sheqeri i gjakut. Lidhjet shoqërore të shëndetshme, të folurit me njerëz që të duan, të qeshësh, të ndash ndjenjat, janë me vlerë biologjike, jo vetëm emocionale. Izolimi shoqëror rrit kortizolin. Yoga dhe tai chi, shumë njerëz i shohin si diçka egzotike, por janë kombinimi i ushtrimit të lehtë, frymëmarrje dhe meditimi. Studimet i kanë treguar efektive edhe në uljen e sheqerit të gjakut. Pjesa 7. Pesha trupore dhe zakonet e përditshme. Kilogrami i humbur është insulin e fituar. Yndyra viserale, ajo e grumbulluar rreth organeve, dukshme si bark i rumbullakët, është ndërhyrësi kryesor në funksionimin e insulinës. Lajmi i mirë. Nuk duhet të bëhesh modele dhe as të humbasësh 5 deri 9 kg për të parë ndryshim. Edhe 5 deri 7% e peshës trupore e humbur kanë ndikim të rëndësishëm në ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe kontrollin e sheqerit. Nëse pesho 80 kg, kjo do të thot vetëm 4 deri 6 kg, jo transformim dramatik, ndryshim gradual, i qëndrueshëm. Orari i vakteve. Kur ha, ka rëndësi po aq sa çfarë ha. Trupi nuk funksionon një lloj gjatë gjithë ditës. Metabolizmi është më aktiv në mëngjes dhe mesdite, jo darkë. Prandaj, ha vaktin më të madh në mëngjes ose drekë, jo darkë. Kufizo vaktet vonë natën. Metabolizmi i ngadalt i darkës do të thotë sheqer më i lartë. Mos anashkalo vakte. Kjo mund të shkaktojë rritje kompensatore të sheqerit kur ha pastaj. Konsumimi i karbohidrateve herët në ditë dhe zvoglimi i tyre në darkë është strategji e provuar për stabilizim të sheqerit. Porcionet, miku i humbur i dietës shqiptare. Ne shqiptarët kemi kulturë të ngrënies me bollëk, dhe kjo është bukuri kulturore, por kur bëhet fjalë për sheqerin e gjakut, edhe ushqimi i shëndetshëm, i ngrënë në sasi shumë të madhe, mund të ngrejë sheqerin. Truku i thjeshtë. Fillo me sallatën ose perimet, pastaj proteina dhe në fund karbohidratet. Kjo sekuencë, ushqimet e pasura me fibra dhe proteina para karbohidrateve, ngadalson absorbimin e glukozës. Hidratimi, uji si ilaç i humbur. Uji ndihmon veshkat të filtrojnë glukozën e tepërt, stabilizon metabolizmin dhe redukton përqëndrimin e sheqerit në gjak. Shumë njerëz gabimisht besojnë se janë të uritur, kur janë në fakt të dehidratuar. Pi ujë para çdo vakti, mbaj një shishe ujë pranë teje gjithë ditën. 7 deri 8 gota ujë çdo ditë janë minimumi dhe nuk ka zëvendësim. Shmange pijet me sheqer si alternativë, kola pa sheqer, lëngjet e paketave, pijet vitaminike. Çaji i gjelbër, çaji i bardhë dhe ujë me limon janë alternativa të shkëlqyera. Gabimet më të zakonshme që bëjnë njerëzit. Kjo është ndoshta pjesa më e rëndësishme e gjithë videos, sepse shumë njerëz me vullnet të plot përpiqen të kontrollojnë sheqerin e gjakut dhe dështojnë, jo sepse janë të dobët, por sepse bëjnë disa gabime themelore pa e ditur. Gabimi i parë, fokusohen vetëm te sheqeri i shtuar, jo te karbohidratet e rafinuara. Nënshkruajnë nga lista çokolata dhe pijet e gazuara, por vazhdojnë të hanë bukë e bardhë çdo ditë, oriz të bardhë dhe makarona. Karbohidratet e rafinuara ngrenë sheqerin njësoj si sheqeri i pastër, madje herë edhe më shpejt. Gabimi i dytë, konsumojnë lëngje natyrale me besim të plot. Lëngu i portokallit, i mollës, i shegës,
madje edhe i bërë freskët në shtëpi, ka shumë sheqer dhe zero fibra, sepse fibra mbetet te tuli. Haje frutin e plot, mos e blendo. Gabimi i tretë. Anashkalojnë gjumin dhe stresin si faktor. Mundohen të rregullojnë ushqimin dhe lëvizjen, por flen 4 deri 6 orë dhe jetojnë nën stres kronik. Kortizoli i lartë e anullon shumë përpjekje tjetër. Gabimi i katërt. Presin rezultate shumë të shpejta. Ndryshimet natyrale kërkojnë kohë. Nuk janë ilaçe, janë ndryshime jetese. Nëse stërvitesh dhe ha mirë për 2 javë, dhe pastaj heq dorë sepse nuk pash ndryshim dramatik, do të kthehesh aty ku ishe. Konsistenca e vogël fiton gjithmonë ndaj intensitetit të shkurtër. Gabimi i pestë. I trajtojnë ushqimet si të ndaluara dhe të lejuara. Ky mendim binar krijon marrëdhënie të pashëndetshme me ushqimin. Asgjë nuk është plotësisht e ndaluar. Çelësi është proporcioni, shpeshësia dhe konteksti. Një copë tortë në ditëlindjen e nipit nuk të dëmton. Torta çdo mbrëmje, po. Gabimi i gjashtë. Nuk pin ujë të mjaftueshëm. Shumë e underestimojnë dehidratimin si faktor. Kur nuk je hidratuar mirë, gjaku bëhet më i trash dhe glukoza bëhet më e koncentruar. Shpesh, oreksia për ëmbëlsira është thjesht etja e maskuar. Gabimi i 7. Ndalojnë kur sheqeri kthehet normal. Sheqeri u kthyre normal sepse po bënin gjërat si duhen, jo sepse u shëruan përgjithmonë. Nëse kthehesh te zakonet e vjetra, sheqeri do të kthehet i lartë. Kontrolli i sheqerit të gjakut nuk është projekt me afat, është stil jetese. Pjesa 9. Hapa konkret. Plani juaj i ndryshimit. Tani le të kalojmë nga teoria tek praktika. Nuk dua të largohesh nga kjo video me shumë informacion, por pa plan. Kështu që po ta jap një plan konkret, të ndarë në hapa të thjesht dhe të zbatueshëm. Ndryshimet bazë. Çdo mëngjes. Fillo me proteina, vezë, kos grek, djath i bardhë. Zëvendëso bukën e bardhë me bukë integrale ose tërshëra. Çdo darkë. Zvoglo karbohidratet. Mbush gjysmën e pjatës me perime. Pas çdo vakti kryesor, 10 deri 15 minuta ecje e lehtë. Gjatë gjithë ditës, 8 gota ujë. Hiqi pijet me sheqer. Para gjumit, ora e qetë pa ekrane. Java e dytë. Shto zakonet. Çaj i gjelbër. 2 filxhan çdo ditë, pa sheqer. Snak i shëndetshëm. Gjethe arra apo bajame. Në vend të biskotave. Kanell. Shto pak çdo ditë. Mbi kos apo tërshëra. Orari i vakteve. Cakto orë fikse për mëngjes, drek dhe darkë. Java e tretë. Shto lëvizjen e organizuar. 3 herë në javë, 30 minuta aktivitet kardiovaskular. Ecje e shpejt, biçiklet, not. 2 herë në javë, ushtrime me peshën e trupit. Squats, push-ups, lunges. Çdo orë, ngrihu nga karrigja dhe ec pak. Java e katërt. Menaxho stresin dhe gjumin. 5 minuta frymëmarrje e thellë çdo mëngjes, para se të marrësh telefonin. Gjumi konsistent. Cakto orë fikse të gjumit dhe zgjimit. Koha jashtë, të paktën 20 minuta çdo ditë, në ajër të pastër. Pjesa 10. Mineralet dhe substancat natyrore që meritojnë vëmendje të veçantë. Magnezi është mineral i cili luan rol kyç në metabolizmin e glukozës. Shumë njerëz janë të mangët në magnez pa e ditur. Ushqimet e pasura me magnez janë spinaqi, fasulet e zeza, farat e kungullit, arat e gjirit, çokolata e zezë me përqindje të lartë kakao. Kromi është mineral tjetër që ndihmon insulinën të funksionojë më mirë. Gjendet në brokoli, mish të ligët, vezë dhe drithra integrale. Fasulet e methi, fenugrik, janë bimë me veti të sprovuara për uljen e sheqerit.
Përmbajnë aminoacide që stimulojnë pankreasin të prodhojë insulin dhe ngadalsojnë absorbimin e karbohidrateve. Mund të konsumohen si çaj ose të shtohen në ushqim si erëz. Hudhra ka veti antiinflamatore dhe ndihmon në rregullimin e sheqerit të gjakut. Shto hudhër sa më shumë në gatim. Hudhra e freskët është gjithmonë e preferuar ndaj atë pluhur. Gingeri, ka veti të forta antiinflamatore dhe mund të ndihmojë në përmirësimin e ndjeshmërisë ndaj insulinës. Çaji i xhenxhefilit është alternativë mrekullueshme ndaj kafes apo pije të ëmbla. Monitorimi. Di ku qëndron. Nuk mund të menaxhosh atë që nuk e mat. Kjo është e vërteta. Nëse ke sheqer të lartë ose prediabet, kontrolli mjekësor është i domosdoshëm. Por edhe nëse ndihesh mirë dhe dëshiron vetëm të mbash shëndetin në kontroll, ka disa gjëra që mund t'i bësh. Analiza e gjakut me agjërim. E bëra të paktën një herë në vit. Shëno shifrën, krahasoje her pas here. Shifrat nuk gënjejnë. Hemoglobina A1C. Kjo analizë tregon mesataren e sheqerit të gjakut gjatë 2 deri 3 muajve të fundit. Është shumë më informuese se një masë vetme. Glukometri. Nëse ke pasur probleme me sheqerin, mund të investosh në një aparat të vogël për matje në shtëpi. Kjo të jep feedback të menjëhershëm se si ushqimet apo aktiviteti ndikojnë konkretisht tek ti. Flisni gjithmonë me mjekun tënd. Ndryshimet natyrale janë plotësuese dhe shumë efektive, por nëse ke diabet të diagnostikuar, ilaçet e përshkruara nuk duhen ndërprer pa konsult me mjekun. Qëllimi ynë sot është ta mbështesim trupin, jo ta zëvendësojmë mjekësinë. Situata të jetës së përditshme, si ti zbatosh në realitet? Le të flasim për jetën reale. Sepse është e lehtë të thuash ha shëndetshëm dhe stërvitu, por realiteti ka sfida. Situata 1. Jeni i ftuar në darkë familjare. Nuk duhet të refuzosh çdo gjë. Fillo me sallatën apo perimet e para. Ha porcion më të vogël të pjatës kryesore. Kufizo bukën dhe orizin. Zgjidh fruta si desert në vend të tortës. Dhe më e rëndësishmja, mos u ndjej fajtor nëse shkel pak. Një vakt nuk prish asgjë. Tendenca e javëve dhe muajve e ndryshon shëndetin tënd, jo një darkë. Situata 2. Ke punë zyre dhe je ulur gjithë ditën. Vendos kujtues çdo 60 minuta për t'u ngritur dhe ecur pak. Mbaj bajame apo arra në sirtarin e tryezës si snek të shëndetshëm. Mos ha drekën para ekranit, shko diku tjetër, lëvize, ha me qetësi. Pas dreke, del edhe 5 minuta jashtë, madje vetëm deri te makina dhe mbrapa. Kjo është ecja juaj pas vaktit. Situata 3. Ke shumë stres dhe nuk ke kohë. 5 minuta frymëmarrje e thellë nuk kërkojnë kohë. Gjumi i mirë nuk kërkon para. Ecja 10 minutëshe nuk kërkon palestër. Shumica e ndryshimeve të rëndësishme janë falas dhe kërkojnë vullnet, jo kohë shtesë. Çelësi është i bësh ato prioritet, jo opsion. Ushqimet shqiptare që janë të shkëlqyera për sheqerin. Le të flasim edhe për kulturën tonë, sepse ne nuk duhet të kërkojmë dieta egzotike nga vende të largëta, kur kuzhinën tonë tradicionale e kemi plot me thezare shëndetësore. Fasulja, e zezë, e bardhë, e kuqe, është ndër ushqimet me indeks glicemik më të ulët dhe me fiber shumë të lartë. Gjellët tona me fasule janë krye vepra ushqyese. Trahana, sidomos ajo e bërë me qumësht të fermentuar, ka avantazhe probiotike dhe indeks glicemik më të ulët se drithrat e rafinuara. Spinaqi dhe perime jeshile, lakra, brokoli, qepa, hudhra, janë gjithmonë të pranishme në kuzhinën shqiptare dhe janë jashtëzakonisht të dobishme. Le të flasim për jetën reale, sepse është e lehtë të thuash ha shëndetshëm dhe stërvitu, por realiteti ka sfida. Situata 1. Jeni i ftuar në darkë familjare. Nuk duhet të refuzosh çdo gjë. Fillo me sallatën apo perimet e para. Ha porcion më të vogël të pjatës kryesore. Kufizo bukën dhe orizin.
Zgjidh fruta si desert në vend të tortës. Dhe më e rëndësishmja, mos u ndjej fajtor nëse shkel pak. Një vakt nuk prish asgjë. Tendenca e javëve dhe muajve e ndryshon shëndetin tënd, jo një darkë. Situata 2. Ke punë zyre dhe je ulur gjithë ditën. Vendos kujtues çdo 60 minuta për t'u ngritur dhe ecur pak. Mbaj bajame apo arra në sirtarin e tryezës si snek të shëndetshëm. Mos ha drekën para ekranit, shko diku tjetër, lëvize, ha me qetësi. Pas dreke, del edhe 5 minuta jashtë, madje vetëm deri te makina dhe mbrapa. Kjo është ecja juaj pas vaktit. Situata 3. Ke shumë stres dhe nuk ke kohë. 5 minuta frymëmarrje e thellë nuk kërkojnë kohë. Gjumi i mirë nuk kërkon para. Ecja 10 minutëshe nuk kërkon palestër. Shumica e ndryshimeve të rëndësishme janë falas dhe kërkojnë vullnet, jo kohë shtesë. Çelësi është i bësh ato prioritet, jo opsion. Ushqimet shqiptare që janë të shkëlqyera për sheqerin. Le të flasim edhe për kulturën tonë, sepse ne nuk duhet të kërkojmë dieta egzotike nga vendet e largëta, kur kuzhinën tonë tradicionale e kemi plot me thezare shëndetësore. Fasulja, e zezë, e bardhë, e kuqe, është ndër ushqimet me indeks glicemik më të ulët dhe me fibër shumë të lartë. Gjellët tona me fasule janë krye vepra ushqyese. Trahana, sidomos ajo e bërë me qumësht të fermentuar, ka avantazhe probiotike dhe indeks glicemik më të ulët se drithrat e rafinuara. Spinaqi dhe perime jeshile, lakra, brokoli, qepa, hudhra, janë gjithmonë të pranishme në kuzhinën shqiptare dhe janë jashtëzakonisht të dobishme. Trupi yt është i projektuar për të shëruar, i projektuar për balancë. Çdo qelizë në trupin tënd punon pa ndalur për të mbajtur të shëndetshëm. Detyra jote është thjesht të mos i vendosësh pengesë atij procesi dhe të krijosh kushtet e duhura. Mos prit ditën e përsosur për të filluar. Mos prit të hënën, mos prit të rivitit. Fillo sot me diçka të vogël. Ec 10 minuta pas darkë sonte. Pi edhe një gotë ujë. Haj frytin e plot, jo lëngun. Shko në shtrat gjysmë ore më herët. Këto gjërat vogla, bërë çdo ditë, janë ajo nga e cila ndërtohet shëndeti. Jo me sprinte her pas here, por me hapa të qëndrueshëm, çdo ditë. Trupi yt ka nevojë për ty, dhe ti e meriton të ndihesh vërtet mirë. Nëse kjo video të ndihmoi, unë do të kërkoj një favor të vogël. Ndaj atë me dikë që ka nevojë ta shoh. Nënën, baban, shokun, kushëririn, dikë që di se ka probleme me sheqerin, por nuk din nga të filloj. Subskribon nëse nuk e ke bërë akoma. Çdo javë sjell përmbajtje si kjo, të bazuar në fakte dhe të paraqitura thjesht për shëndetin tënd dhe të familjes. Lër një koment poshtë. Cila nga këto këshilla ishte e reja për ty? Çfarë do të provosh të parën? Dua të dëgjoj dhe do t'i lexoj të gjitha. Shihemi në videon tjetër. Kujdesu për veten tënde.